Se të ne nuk lunë rol sa vetë prezentojnë xhami. Vallahi, billahi, tallahit. Por ne kena qef që musliman t'i shohë mirë. Ne kena qef që familjet të jenë të qeta në shtëpi. Jo të ketë për ditë ankesa me gjallë, me gru, me vlat, me vlla, me bab, me atë, me këtë, për çdo ditë probleme. Po vegana vinë këto. Duke nëjnë me njerëzi. Duke u ndiku prej tjerëve. Kjo është në dunjë janë që të prishin. Në dunjë janë që të dëmtojnë. Po edhe në akhirat paramendo Allah subhanahu wa taala thot al-khilau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Të dashuri që kanë frajera në këtë dunjë që janë shoqërua, thot në ditën e Kiamet do të bëhen armiqë njëri tjetrit. Përveç se ata të cilët janë dashur për Allah, të devotshëm për Allah. Aman ajo raport, ajo shoqëri e cila është lidh për interes. Po më parësisht ke biznis, ke martesë, ke vend pune, interesat janë të çuditshme. Ky raport gjithë në Kiamet do të bëhen armiqë njëri tjetrit. Edhe ti çuditesh, si morë çka kon armik jam? A ti shpalosën sendet. Nuk ka më të fshehë me atë ditë.